Shikues të nderuar, jemi sërish së bashku në emisionin Kodi i Sjelljes së Mirë. Sot do të flasim për një temë të re e cila është mjaft aktuale. Do të flasim për telefonin të cilin e shfrytëzojmë si me mjet pune apo shqetësimi. Se si ne realisht e shfrytëzojmë telefonin, sa herë dukemi në sytë të tjerëve si njerëz të paedukuar dhe me sjellje jo të mirë, ne do të sqarojmë gjatë emisionit në vazhdim. Kanë kaluar plot 137 vjet që kur amerikani Alexander Bell shpiku për herë të parë telefonin. Sot veprimtaritë tona as që mund të merren me mend dhe as që mund të kenë kuptim pa praninë e telefonit. Kjo mënyrë e komunikimit zë vendin parësor në bizneset tona, në marrëdhëniet tona familjare, miqësore dhe shoqërore. Ne me 10 herë flasim në telefon, por pa e vrarë mendjen se si do të ishte jeta pa këtë shpikje geniale. Por nuk duhet që teknikat moderne dhe të mirat që na i ofron ajo të na largojnë nga statusi jon si njerëz me sjellje të mirë. Ne duhet këto t'i aplikojmë edhe gjatë bashkëbisedimit në telefon, sado i parëndësishëm qoftë bashkëbisedimi. Kur bie zilja e telefonit, nuk duhet të presim më vonë se 5 zile që të ngrejmë dorezën e telefonit. Kjo rregull vlen edhe kur ne jemi telefonuesi. Që nga alo dhe deri në përfundim të bashkëbisedimit, rregullat se si duhet të bashkëbisedohet në telefon ndryshojnë nga një vend në një vend tjetër, pavarësisht nga kultura. Pra në Gjermani rregulla është e ndryshme. Ai i cili ngre dorezën e telefonit thot emrin dhe mbiemrin. Krahas në Gjermani në vendin tonë ndryshon. Ai i cili ka telefonuar thot emrin dhe mbiemrin më një herë pasi ka përshëndetur, si për shembull mirëdita ose mirëmbrëma. Por kur bëhet fjalë për një bisedë telefonike që ka të bëjë me marrëdhënie në punë, ne duhet krahas emrit dhe mbiemrit të tregojmë edhe profesionin. Janë shumë të pakta përjashtimet kur ne thirrim në telefon dhe nuk duhet të përshëndetim, si për shembull kur thirrim zjarfiksin, urgjencën ose policinë, por një njeri me sjellje të pëlqyeshme thot mirëdita edhe kur thirrën zyrën e informacionit për të kërkuar një taksi. Është mirë që biseda jonë telefonike të jetë mjaft të shkurtër, për shkak se duhet të kujtojmë, telefoni është shpikur për të tërhequar në largësi mesazhe mjaft të rëndësishme. Por në qoftë se mendojmë se biseda jonë telefonike mund të zgjatë dhe kemi të bisedojmë një temë mjaft me rëndësi, është shumë më e rekomandueshme që të caktojmë një takim. Por si ja bëjmë ne kur kemi miq në shtëpi dhe si ja bëjmë kur përgjigjet në telefon personi i gabuar, ne do të ndjekim kronikën e përgatitur. Në qoftë se bie zilja e telefonit dhe telefonata nuk është për ne, por për dikë tjetër. Personit të kërkuar në telefon të mos i themi kur përsëri të kërkojnë në telefon, po të lajmërohet ai mërzitshmi, por duhet që të tregojmë të sjellshëm edhe atëherë kur ai tipi i mërzitshëm në telefon nuk na dëgjon. Gjithashtu kur personi i kërkuar nuk ndodhet në shtëpi, është një sjellje e pëlqyeshme nga ana jon që t'i themi telefonuesit: ju lutem, ma lini numrin tuaj të telefonit, që kur të kthehet ju telefonoj. Mos ja prisni thatë, provoni më vonë. Por si sillemi kur na ka ardhur dikush për vizitë dhe bie zilja e telefonit? Po të bëhet fjalë për një njoftim të shkurtër, bisedojmë shpejt, por pa u treguar të pasjellshëm. Nuk është e lejueshme të vazhdojmë një bashkëbisedim të gjatë në telefon kur na kanë ardhur miq për vizitë në shtëpi. Do t'ja shpjegojmë bashkëbiseduesit tonë se si qëndron çështja dhe do ta lëmë bisedën për më vonë, ose për një herë tjetër. Nuk guxojmë t'i themi bashkëbiseduesit do ju marr unë në telefon pas 10 minutave në rast se mysafiri nuk do të largohet kaq shpejt. Ndodh që pa dëshirën tonë të jemi të pranishëm në një bisedë telefonike konfidenciale. Në rast se personi që ka diskutuar në telefon nuk flet rreth asaj bisede, as ne nuk do të ndërmarrim një hap të tillë. Nuk do të pyesim kush ishte, çfarë donte, pse u zemrove, por duhet të shtiremi sikur nuk kemi dëgjuar gjë. Po thjesht duhet të shprehet një telefonat që nuk është fare më rëndësi. Në rast se të ftuarit toni bie telefoni dhe ne duhet që patjetër të tregojmë të sjellshëm, pa bërë zhurmë, dalim nga dhoma që ta lëm vetëm. Gjithmonë përparësi ka miku ynë. Të kemi kujdes edhe si përgjigjemi në telefon. Në qoftë se jemi duke skuqur diçka në zjarr ose po rrjedh ujë tek vaska, është më mirë që të mos ngrejmë dorezën e telefonit derisa kemi shmangur mundësinë për të ndodhur disa katastrofa të vogla. Dhe pastaj të qetë ngrejmë dorezën e telefonit, mirë po pa ja tërhequr vëmendjen telefonuesit, se për shkak të tij do të kishim rënuar komshiun që banon poshtë nesh. Realisht nuk ka rregulla se kur ne duhet të telefonojmë ose kur nuk duhet të telefonojmë, por duhet gjithmonë që të kemi parasysh se mos të telefonojmë shumë herët në mëngjes dhe mos të telefonojmë shumë vonë në mbrëmje.
Në disa raste nuk është mirë që të përdorim telefoni. Për shembull, nëse thirrim dikën në ndonjë aheng ose në ndonjë manifestim i cili do të organizohet, festë apo martesë. Në këto raste nuk përdoret telefoni. Si rregull, dërgohen ftesa të shtypura, por as ngushëllimet dhe lajmet e këqija nuk transmetohen nëpërmjet të telefonit. Shikues të nderuar, për disa nga teknikat moderne të cilat teknologjia i ka vënë në funksion, ne do të ndjekim kronikën e përgatitur. Sekretarja telefonike, si që quhet zakonisht tek ne, është një mjet i mrekullueshëm që regjistron mesazhet e atyre që na marrin në telefon. Këto mesazhe mund t'i dëgjojmë kur kthehemi në shtëpi ose edhe atëherë kur nuk dëshirojmë t'u përgjigjemi të tjerëve në telefon. Ai që na merr në telefon pas pak dëgjon mesazhin sqarues të regjistruar nga personi që ka sekretarin. Ju lutem, lini mesazhin tuaj pas sinjalit. Mesazhet e lëna në sekretari mundësisht të jenë sa më të shkurtra, si për shembull, jam Andi, doja të pyes për shëndetin tuaj dhe asgjë më shumë, të përshëndes. Janë disa gabime që mund të menjanohen nga një njeri me sjellje të pëlqyeshme dhe gjithmonë i kujdesshëm për të mos bërë gafa. Mos e mbyllni telefonin kur ju përgjigjet sekretaria, pa nxjerr asnjë fjalë. Është njësoj sikur t'ja përplasësh dikujt receptorin turinve. Flitni disa fjalë edhe nëse keni gabuar numrin. Mos lini mesazhe shumë personale, për shembull deklarata dashurie, sepse mund t'i dëgjoj kushdo, jo vetëm personit të cilit i drejtohen. Mos harroni kurrë se fjalët e regjistruara në magnetofon përfitojnë tjetër peshë. Kujdes nga ndonjë deklarate pa menduar. Më tregonte një grua se një ditë kishte gjetur në sekretarin telefonike këtë mesazh: Mojtorollake, i ke haruar qelsat në tryezën e zyrës time, eja sa më shpejt që t'i marrësh. Zonja shkoi dhe i mori qelsat, por nuk foli më me atë që e kishte ofenduar në telefon. Por tek ne, si i përgjigjen sekretares në telefon dhe si i përgjigjen nëpër institucione, do të ndjekim një intervistë të cilën e kemi realizuar. Ju këtu merrni shumë telefonata, mund të na tregoni din të prezantohen në mënyrën e duhur ata që paraqiten? Duke marrë parasysh se shkolla jonë është një shkollë shumë e madhe, ka një numër më të madh të nxënësve, të cilët prindët në stop lajmërohen kene, dhe një numër të madh të punësuarve, si dhe duke marrë parasysh telefonatat të cilët janë prej palëve të jashtme, shumica din të prezantohen dhe din çfarë kërkojnë, mirë po kemi edhe raste të tilla ku nuk din të prezantohen dhe nuk din çfarë kërkojnë dhe nuk e din vendin dhe ku kanë kërkuar. Sa shpesh mendojnë se ju nuk jeni personi që ata dëshirojnë të komunikojnë? Ndodh, jo shumë shpesh, për arsyet e tyre personale ndërpresin lidhjen duke mos e vazhduar më të tjerë bisedën. Në fund të bisedës a din të përshëndeten? Kryesisht falenderohen, por kemi edhe prej atyre që vetëm e ndërpresin lidhjen dhe as pak nuk falenderohen. Si është numri më i madh është atyre që falenderohen, din të përshëndetin apo të këtyre që janë me një sjellje jo të pëlqyeshme? Numri më i madh është të cilët din të përshëndeten. Kryesisht numri më i madh për fat të mirë. Po ka të tillë domethënë që din edhe të paraqiten në telefon, domethënë japin emrin mbi emrin dhe më pas shprehen për atë çka ju nevojitet, domethënë pyesin zakonisht për ndonjë libër nëse e kemi ose jo. Të tjenë ndonjë rast për shembull që e mbyllim më një herë telefonin ose ndonjë rast veçantë? Po ka, është shumë normale, ka. Sa shpesh mendojnë se ju nuk jeni personi që ata dëshirojnë të kontaktojnë? Nuk na ndodh, nuk na ka ndodhur. Në të bisedës, për shembull, pasi keni biseduar për ndonjë libër ose për diçka, ato a din përshëndeten, ju thon faleminderit ose si veprojnë? Jo, zakonisht marrin atë çka ju nevojitet më shumë. Ti domethënë marrin informatën që ju duhet edhe mbyllin telefonin, po. As pak nuk përshëndeten. Jo. Po ka raste domethënë rinia është për momentin është me mirësjellje më të mirë, kurse ato mbi moshën 45 vjeçare për momentin me çat karakter që e kanë, paravarësisht din çka të folin. Për rinia për momentin është me mirësjellje të mirë. Domethënë vetëm çka kur bisedojnë domethënë në telefon e kanë atë problem se më shumë të kanë të çmimet. Po, në shumicën e rasteve rinia domethënë për momentin është me mirësjellje më të mirë, kurse ato të moshuarit, domethënë 45-50 vjeçare, ato janë me kapacitetin e tyre
Rinia jonë rinia është për momentin është shumë mirë. Po, më dëmë thënë, tregojnë emrin mbi emrin, atë çfarë dëshirojnë për shëndeten, apo thjesht për punën e tyre? Kërkojnë një biletë dhe aq? Jo, rinia për momentin, do me thonë, ditë për shëndetet, ditë kërkojë, do me thonë, e ka atë mirësjelljen e vetë. Ka mirësjellje. Po. Sa shpesh mendojnë se ju nuk jeni personi që ato dëshirojnë të kontaktojnë? Do me thonë është tregova, për rinin është do me thonë shumica në rasteve do me thonë nuk e kanë atë përvoj që ka veç të lemrojnë telefon. Kërkojnë diçka dhe e mbili me mirësjellje. Në fund të bisedës a din të përshëndeten edhe t'ju faleminderojnë, ju thonë ditën e mirë? Në disa raste po, në disa raste thjesht vetëm kërkojnë për çmim, për asgjë më tepër. Ju keni këtu edhe sekretare telefonike, që pasi tregon se abonenti nuk ndodhet për momentin lini mesazhi, a lehen mesazhe telefonike apo thjesht sapo kanë dëgjuar sinjalin e kanë mbyllur telefonin? Te kjo është pak problem për momentin ende në Maqedoni, se mendojnë se harxojnë të hollat, edhe sa nisën të folë sekretari, ato me njerë e mbyllin telefonin. Për momentin, po. Dhe me thonë, ju nuk merr një mesazhe kur vini? Shumë mesazhe të ralla ka në atë mënyrë. Shumë mesazhe të ralla. Vetëm ato që ka e kuptojnë, dhe me thonë e kanë atë. Por sot në botën e teknologjisë, ku celulari është mjaft i përhapur, kanë ndalur rregullat të cilat e ndalojnë përdorimin e kësaj mrekullie teknike, siç janë në xhami, në kisha, nëpër muzeume dhe në vende të tjera si këto. Ne gjithmonë duhet të interesohemi për personin të cilin e kemi kërkuar, se nëse është i lirë që të flasë, duhet parimisht që të lajmërojmë në telefon dhe ta pyesim nëse nxitohesh apo ke kohë që të bisedojmë. Kam parë kohët e fundit një komedi nga komediografi Yves Robert, i cili ironizon njerëzit të cilët janë të pagjepsur nga mrekullia teknike. Por më shumë do të ndikim disa pjesë nga kjo komedi mjaft e njohur. Hello, Lucy. How are you? I'm fine. I'm just fine. Can you hear me? Yes, very good. What's that? I said I hear you very good. You have to speak louder. I said I hear you very... Oh, I can hear you very well. What are you doing in Arizona? Well, I came down to the Cooper Ranch for a while. They have lots of horses here, and it's very quiet. But they don't have a telephone. I had to come down to the general store to call you, as a matter of fact. How long are you staying there? Oh, I think a few more weeks. And then I thought I'd try the Elizabeth Arden Health Farm. But they don't take telephone calls either, so I'll always have to call you, okay? Okay, don't forget me. I won't, darling. I think of you all the time. How's everything going? Oh, fine. We just received the opera voices from New York. Fabulous. Oh, wonderful. What? Well, I think we're getting a weak connection now. Oh, no. Oh, I'm sorry. I'll call you again, Paul. Lucy, hello. I love you. Hello, darling. I love you. Hello. Bye. I love you. Well, that takes care of the telephone. What an invention. Frustrating. Mr. Obey. Yeah? Nagasaki is right here, see? Oh, fine. Don't bring this very close. Yeah. By the way, Sam. Yeah? Where does Yoko live? Oh, she moved into the Sami Hotel with a geisha friend of Oh, hers. get me the Sami Hotel. I want to talk to Oh, her. no, please. Look, she's not in. I'm pretty sure she isn't. Where is she? Well, she said she was going out shopping. Really, you can put that down. No, maybe she's back. See if she's in. If she's not, leave money, will you? Well, what do you want her for? The boys tell me there's sumo wrestling this afternoon, and I thought we'd take Yoko along to explain it to us. Oh, that'll be Sam. He's going to tell me how Paul was during the phone call. Yoko? Hello, Yoko? Who's calling, please? It's Mr. Robey, Yoko. Yes, Mr. Robey, how are you? How are you learning your English? Fine. I'm practicing every day. Good. What are you doing this afternoon? Mënyra se si ne përgjigjemi në telefon është mjaft e rëndësishme, nga që për personin që ka thirrur në telefon, përshtypja e parë lind pikërisht nga dashamirësia me të cilën ne I përgjigjemi. Kur ju I përgjigjeni telefonit të shtëpisë, është e papërshtatshme t'i drejtohemi me një tung, nga që nuk e keni idenë se kush mund të jetë telefonuesi. Është mirë që të përgjigjeni për shembull, Shtëpia e Aliut, unë jam Ana. Ose thjesht mund të thoni, Unë jam Ana. por në qoftë se ju lajmërohen në telefonin tuaj personal, do të thotë që ju tani më mund ta njihni telefonuesin, por përsëri është shumë e rëndësishme që ju t'i përgjigjeni me respekt dhe miqësisht.
Nëse ju përgjigjeni në telefonin e punës, thuaje emrin e kompanisë, emrin tuaj dhe ofroni ndihmë telefonuesit. Për shembull, kompania Arial po flisni me Ana Maria, si mund t'ju ndihmoj? Jeni të vëmendshëm, zëri juaj dhe mënyra se si do t'i përgjigjeni është treguesi më i mirë për përshtypjen që do të marrë telefonuesi për kompaninë. Duhet të jeni sa më të sjellshëm dhe profesional. Në qoftë se ju i përgjigjeni telefonit me një ton pozitiv, telefonuesi do të ndihet shumë më i rehatshëm dhe i lehtësuar dhe do të ketë gjithmonë një mendim të mirë për kompaninë tuaj. Është një veprim i sjellshëm që ju të mos i telefononi askujt më herët se ora 9. Kjo është një rregull pavarësisht gjykimit tuaj personal. Disa biznese hapen më herët se ora 9, por duhet të kemi parasysh agjendën e personit të cilit i telefonojmë. Por në qoftë se ne lajmërojmë në telefon familjen dhe miqt më të afërt para orës 9, duhet të kemi parasysh se personi i kërkuar të mos jetë në gjumë dhe mos ta shqetësojmë. Ashtu siç është rregulla që të lajmërohesh në orën 9 në mëngjes, gjithashtu është edhe rregulla që të mos lajmërohesh më vonë se ora 21 në darkë. Nëse telefonata nuk është për ndonjë çështje të rëndësishme, atëherë mos telefono asnjëherë pas orës 21. Për shkak se mbrëmja për shumë njerëz është mjaft personale, ku ato kalojnë kohë me familjen e tyre, dhe të lajmërohesh pas orës 21 mund të jetë shumë shqetësuese për kohën private të njerëzve. Ngjajshëm nëse ju bëni një telefonat biznesi në mbrëmje, përpiqu që të mos telefonosh nëse lokali mbyllet në ora 18. Ju mos telefononi në ora 17:50. Është më mirë që ta lëni telefonatën për ditën tjetër. Para se të lëni të qëndroj telefonuesi në linjë, ju duhet që fillimisht të pyesni, në qoftë se mund të qëndroj në linjë për disa minuta. Të nderuar, ne tani do të tregojmë se ku lejohet dhe ku nuk lejohet përdorimi i telefonit. Për shembull, lejohet në rrugë, në një dhomë hoteli, në park, në plazh, në treg dhe në zyrë. Për një kategori të punësuarish lejohet gjithkund. Për një mjek, në spital lejohet që të përdor telefonin edhe kur ndodhet pranë një pacienti. Për vendet të cilat lejohet me rezervë janë në tren, në recepcionin e një hoteli, në makinë, por vetëm kur jemi të ndalur, në aeroport, në dyqan. Ktu lejohet me rezervë dhe në distancë nga njerëzit e tjerë. Ku nuk këshillohet që ne ta përdorim telefonin janë vende, në tryezën e një restoranti, në një mbledhje pune, në një audiencë, në praninë e një të ftuari, në bar, në pritje dhe gjatë një vizite. Ku ndalohet përdorimi i telefonit janë vende, në raste festive ose solemne, në një autobus, gjatë kohës së takimit me klientët, në për konferenca të ndryshme, gjatë kurseve, në teatr, koncert, kinema, ekspozita dhe në muzeume. Dhe ku ndalohet rrektësisht telefoni janë vende, në timon, në avion, në xhami dhe në kish, në spital kur vizitojmë të sëmurë rënd, gjatë një varimi. Dhe gjatë një interviste pune, telefoni jo që nuk duhet të përdoret, por as që duhet të duket. Shikues të nderuar, ne këtu po e përmbyll emisionin Kodi i Sjelljes së Mirë, me këto rregulla që tregova se ku duhet dhe ku nuk duhet të përdoret telefoni. Ju do takim gjithashtu të shtunën e ardhshme në ora 20 dhe ritransmetimin në ora 14 ditën e diel. Deri atëherë ne miru takofshim.